Nisëtarëve të Partisë Demokratike të Shkodrës janë Lilian Idrizaj dhe Ludovik Dega, në shtëpitë të cilëve u zhvilluan disa prej takimeve më të rëndësishme për themelimin e PD-s në ato kohë të vështira. Idrizaj rrëfen se nuk e dinin se si mund shkonin punët, sepse rrezikoi edhe lufta civile, ndërsa Dega thotë se frika nuk ekzistonte për të. Me emocione, po ditë me marrëvendime nuk ishte e lehtë, terrori ishte shumë i madh, po Zoti na dha forcë. Në dha dhe kurajo për me shok, me student, me bon krijimin se I kishte arë ralla. Edhe shqyqyr që I erdhi ralla legalisht. Njerëzit nuk e dishin, a do bëhet si me thonë, a u prit të luftë civile. E unë I thoshe shpesh në atë kohë, kjo detaj që mund thohet. Por nas kena as qilë sa makinet, as goshta. Nam detaj I vetëm ishte. Bashkohemi në mënyrë pluraliste dhe me votat. Detyra Partisë Demokratike ishte edhe kjo, që mos me lënë popullin mu konfrontu. Na keni favor të madh, se kena pas popullin dëshirë marrë popullore mas shpinë. Në fillim viteve 90, kur PD-ja Shkodrës mori jetë, shprehen se sot janë të zhgënjur, sepse ideali para 25 viteve ka humbur në ditët e sotme. Kanë aq shumë idealist, sa mase në ditët e reja nuk është shumë e lehtë me u akopju me mënyrën se si funksionon. Ajo ka kanë kohë idealizmit. Një pjesë e shokëve të mi, po them unë, kanë një farë mërzijet, kena menduar se punët ecin më mirë, më shpejt. Në Evropë do mrrim, po me shumë dhimbje, me shumë shqetësime, me shumë probleme. Sigurisht nuk janë edhe shumë ngadalësi. S'kena kërku llogarin, s'kena zbatu ligjin. Dhe e quaj si plag shoqërisë shqiptare, arsimin 1 dhe drejtësinë 2. PD-ja sot duket më forcuj fije. Me alën pushtet zgjedhjen e frymën e njerëzve të zëtë